Përshëndetje TikToku. Ja pra ritakojmë sërish me prezantimin e një motori tjetër. Një motor që është shumë i rrallë për shqiptarët, por për momentin është një nga motorat më të mirë në Europë. I certifikuar me certifikatën ISO 9001 dhe certifikatën CE për Bashkimin Evropian, zonte si për momentin në shtetet e ngrohta, për më tepër në Itali dhe në Spanjë, po bën namin. Është një skuter me tek cilindër që ka cilindratat në 125 kubik, 310 kubik, 350 kubik dhe së fundmi 368 kubik, ke modelet skuter me tek piston. Së shpejti në treg vjen edhe modeli me 502 dhe 703, i cili është një motor forestrat. Pra Zontasi është një kompani që ka lindur në vitin 2003 në Guangzhou në Kinë. Është një nga brendet kryesore dhe brendet më të mira që ka Kina. Janë dy markat kryesore në Kinë, Zontes dhe CF Moto. Zontasi është lider dhe është një super motor. Unë personalisht e pëlqej dhe ngaz vetë këtë motor. Ekskluzivitetin për Shqipërinë, për Zontes, Moto 22, Moto Bero dhe Ultimoto. Pra, është një super scooter. E prezantojmë sot për shitje. Ky është modeli Zontes 350D, viti 2024. Është një motor që prodhon plot 36.8 kuaj fuqi. Është vërtet një monster. Është një motor shumë i shpejt me një top speed prej 165 km/h dhe një autonomi prej 3.5 litrash për 100 km. Një super motor me goma 120 70-15 në vendin e parë dhe 140 70-14 mbrapa. Është një motor që ka panelin komplet LED, është full LED, është me sistemin keyless me çelësin xhep. ABS, monoshock absorber, një sistem amortizimi super dhe një sistem ABS super. Ky motor ka 6600 km, është në gjendje të përsosur, është seria D e modelit Zontes Sport. Ka në përbërjen e tij një marmit Leo Vince Sport, ka gjithashtu dhe koshin e tij për të vendosur sendet juaj personale. Është një super mjet. E shikojmë para ekranin e tij që është komplet digital. Pra, çfarë ka tjetër ky motor? Xhamin e ka elektrik, është një xham që ngrehet me buton. Serbatorin e ka elektrik, e shikojmë pra bashkërisht që është elektrik. Sedilja është elektrike gjithashtu dhe është komplet digital. Pra, është një motor sportiv, është me një variator J Costa brenda në brendësinë e tij. Një motor me një fuqi të llatarzme. Pra, të gjithë ju që doni një motor të rahatshëm dhe të shpejt, i referohemi vetëm këtij motori. Pra, me 6000 km në kroskotin e tij, ky është një motor që është gati për treg. Është me targa me letra me dokumenta dhe për gjithë ju që doni vërtet të shijoni performancën më të mirë që Kina ka në brandin e saj Zontes, ky motor automatikisht bëhet idioti me çmimin 4500 euro. Pra, 4500 euro dhe një Zontes 350 me 36 kuaj fuqi do jetë automatikisht motori jot. Ndaj nxitoni, është një super çmim dhe ja vlen për gjithë ju që nuk e njihni këtë markë që është një super fuqi. Faleminderit.